Klienti shqiptar nuk kupton që ti nuk je në dispozicion të përgjigjesh orar pa orar, dhe klienti shqiptar nuk ka orare. Mund të të marrë edhe 11 natës. A ka pushim për një supermars? Kam kuptuar që s'ka push. Edhe kur dikush thot ai po në rahat, realisht s'është rahat. Unë me idenë që njëri duhet të investojë jo se jashtë, ose brendshëm. Se pasojë më e madhe njeriu është brenda, te dituria. Sepse nëse ti ke arritur gjithë jetën se jashtë, nuk ke ndërtuar një pallat, ku diun. Kjo është një pasojë që lehtësisht me tek lëvizje nuk të mbas. Por ajo që ti ke ndërtuar se brendshëm nuk mund të mbas kurrë. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, gjerim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses Made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam Gentian Margjinin, CEO i Artgent. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Unë të njofta si Artgent Mobileri, po mora vesh që në fakt ka një umbrell më madhe, ka një kompani më madhe, edhe mobileria është një ndarje. A mundesh me ma shpjegu pak si e ke konceptu kompani? Atëherë, Argenti, si thosh, është themeluar duke qenë thjesht një brand që rrugës, ky brand ka shumë degë. Një ndër degët është Artgent Mobilime. Një ndër degët. Ka dhe Artgent Arkitektur, edhe shumë degë tjerë që disa janë duke lindur, disa janë lindur, por është Argenti thjesht brandi. Mobilime është një nga degët të saj. Më përmend në fjalën cikël i mbyllur. Çfarë do të thonë? A do të thotë që një klient të ju mundet me marrë një gamë shërbimesh, apo vetëm po themi pjesën e mobilerisë, apo veç pjesën e arkitekturës, dizajnit? Atëherë, kam parë një veçori të klientët që janë lodhur tash me klienti, duke gjetur gjithë grupet e punës për ta dhënë një shtëpi apo një projekt caktuar. Dhe duke parë këtë lodhje të klientit, është më e lehtë për neve që ta marrim një projekt nga ATZ-ja, që të marrim një projekt nga idejimi, në finalizim minimalisht janë paktën 10 grupe pune, minimumi. Edhe një 10 grupe pune klienti është gati pamundur që t'i gjejë lehtësisht, edhe nëse ka gjetur është shumë e vështirë për t'i ndjekur. Që thotë, i bie që klienti është jo profesionist për të ndjekur grupe të caktuara. Dhe në këtë rast ka lodhje, ka strapatësim, ka dhe mella. Dhe në këtë rast e kemi menduar që ne ta bëjmë ne si cikël. Dhe është si thosh një punë më e lehtë, klienti është më i qetë edhe rezultati është më maksimal. Pra, në qoftë se mund ta them kështu si tip one stop shop. Pra, vjen klienti aty, tregon planin që ka, ose në qoftë se s'ka i plan ja bani ju, masane e ndishën të në hallkat, deri te Çelësat. Neve aktualisht klientët i kemi mirëpritur çdo klient me projekte. Nëse një klient nuk ka projektin, 90% të rasteve ja kemi ofruar ne si kompani, diku 10% klientët vinë me projekte. Kemi dhe klientët të tjerë që vinë pa projekt, ka dhe tendencë të bëjnë punë pa projekt, por ne realisht nuk operojmë pa projekte, si thosh nuk operojmë siç kanë operuar një brez më tutje, që thjesht me fjalë hajde bëjmë një punë. Kështu nuk funksionon sepse klienti do të përballë pa projektora. Sepse ecim me atë idenë që ndryshe kanë porositur, ndryshe ka ardhur. Ne ecim idenë e projektimit, prezantimit, si të dalë, me rendra dhe me video projekt, klienti është lehtësisht i kuptueshëm, është lehtësisht i konstatueshëm edhe një ide diçka që ai do ta ndryshojë, dhe në moment që finalizohet projekti, kalon provën. Dhe klienti nuk është si pjesa që si besimtar që inshallah të dalim. Ai tashmë ka pa 98% e ka marrë feedback nga projekti si do tani punë, është shumë i qetë. Po të bëj pyetje kështu, avokatin e djallit, a del fix projekti si ka në letër ose në kompjuter, a del fix edhe fizikisht? 98% del, siç është në render. Okej, ne duhet gjithë se ne jemi të fushë dhe e njohim pjesën e prodhimit, si thosh kemi komplet grupet edhe zyrën e projektimit, dhe si thosh zyrat e
projektojnë gjëra që realizohen, jo gjëra që nuk realizohen. Sepse ne kemi projekte që na vijnë nga zyrët e tjera të arkitekturës, nuk e njeh anën fizike të zanatit, bën ide që nuk kanë bën fare me realitetin dhe më pas përballen me realizim jo të duhur. Në rastin konkret neve ndërhyjmë këto projekte ose nuk i marrim përsipër, sepse janë thjesht iluzionet një arkitekti apo një inxhinier që ka bërë diçka me probleme teknike. Sepse nëse një projekt nuk merret përsipër, i bie që ka një problem teknik. Sepse dikush thotë, jo punë dua të duket e bukur. Por e bukur duhet të jetë saktë dhe teknikisht. Dhe anë teknike të bukur e bu. Nëse nuk është e saktë teknikisht, bie. Do më thënë, ju keni arrit me kombinu edhe bukurin, edhe estetikën, edhe prakticitetin, si më thënë. Kjo është shumë e rëndësishme, që ne ndihmojmë klientin që edhe kur ndërton një projekt, ne ta ndihmojmë që ai projekti të sjellë teknikisht, që të rezistojë edhe në kohë. Kuptoj. Sepse mobilit kanë tendencë që shtrembrohen nëse nuk kanë zbatuar kushtet teknike, kanë probleme që devijojnë dhe shtrembrohen. Kthejna disa vite më parë, shumë vite më parë, në vitin 1992. Më ke thonë që është viti kur është hap biznesi juaj. Në 92 biznesi është hapur në këtu në Tiranë, por si zanat fill, nimi familje që vim në disa gjenerata që me si zanat. Kemi gjyshin, babaj dhe brezin. Unë unë kam bërë inxhinierin, kam dhe vëllezër që janë barangoza, që tush e munduar ndryshe nga babaj që ta kalojnë një shkallë tjetër. Të tipit jo thjesht me lapse letër, po përdorin teknologjinë, që ne të jemi kompetitiv e të ofrojmë një shërbim dinjitos klientit. Cilat kanë ato sfidat e para që marrën mend ti? Se ti ke kanë fëmijë kur është lind biznesi në fillim. Sfidat që mbaj mend ka qenë pjesa e logjistikës, pjesa e prodhimit, lënda parë, transporti të klientët, ka qenë pjesë shumë e vështirë dhe strapacuese dhe besoj ka qenë një fazë që me ka ndihmuar që të konfirmohen me atë që do vim më pas. Po momentet e para kur kem thonë që prej tjerë se m'duket po funksionon ka, se sfidat i kuptova, po ato fitoret e para të vogla. Fitoret e para, kjo është një punë që si thosh jam edukuar, rritur me këtë punë dhe si thosh më është kthyer në pasion. Dhe kur nuk kam parë si një punë. A dhe sot nuk është si një punë. Edhe të shoh thjesht si një pasion dhe jam munduar që edhe ato fitoret e vogla t'i shijoj po aq sa të mëdha. Sepse ato të vogla janë mishërimi të matës. A ketë në atë në entuziazm edhe knatësi si në fillimet tuja kur merresh punë si sot që ke stabilizu, ke projektet mëdha? Knatësia sa vjen shtjellohet, normalisht duke mësuar qëllimin, edhe duke ecur me hapa më të mëdha, duke marrë si për marrë më shumë. Si thosh, të arrim të ciklin mbyllur 100%. Nimi rrugës për të arritur ciklin 100%, edhe kërë kemi akoma punë. A mundesh me më thonë, si më thonë praktikisht, çfarë shërbime shofroni tek Artgent aktualisht? Aktualisht Artgenti ofrohet pjesa matja në terren, projekti 2D, 3D dhe prezantimi në render. Pas kësaj procedurës, klientit i ofrohet pjesa prodhimit, komplet nga A të Z-ja. Aktualisht kemi grupet gips, elektrik, hidrolik, parket, edhe mobilimin në fund. Edhe këto grupe si thosh bashkëpunojnë një tjetrin duke bazuar te projekti fillestar. Edhe projekti kur printohet ndahen në kategori me hapa dhe bëhet organizimi i grupeve në mënyrë që shkojnë si mastras te klienti dhe mos krijohet një përplasje mes grupeve. Se zakonisht kur merr klienti përsipër, ka gjithmonë përplasje mes grupeve. Përplasje dhe punë që nuk kanë bërë siç duhet. Sepse ka tendencë që grupet i lëshojnë faj njëri tjetrit. Në këtë rast ne kemi zgjedhur që ta marrim përsipër nga A të Z-ja. Nga në kurioz me ditë pjesën e sistemit. Domethënë, si ke ndërtuar ti sistemin e brendshëm me këto grupet? Si ke ndërtuar strukturën që më marr vesh këto profesionista me njëri tjetrin? Se gjithkush mendon se ka drejt për vete. Si ke ndo punë, si ke ndo përgjegjësi? Unë kam ndo përgjegjësi që në moment që kam një projekt caktuar,
fillimisht caktohet një komandant ose një kapiten. Okej? Kapitenit i jepin disa ndihmësa. Okej? Dhe ky kapiten caktohet për X proces caktuar. Ku do të marrim shembull gipsi. Do një kapiten. Boja do një kapiten. Që thosh një grup tjetër. Parketi do një grup tjetër. Pa ama gjithmonë e kam caktuar një kapiten. Ku di që çfarë do që ndodh, unë kam mundësinë ta ndjek edhe ta konstatoj lehtësisht një person bisedën e problemit. Mos të merrem me gjithë grupet e mençme. Super. Te pjesa e komunikimit me klientin. Më pëlqeu shumë filozofia jote, se më the klienti nuk është thjesht një person që vjen e blen edhe kaq, po unë kam për detyrë si drejtues edhe menaxhu ndoshta, ose ndoshta shumica e punës teme si CEO është menaxhu. Pse e ke këtë mendim, si më thënë? Nuk mjafton thjesht me marrë porosin klientit edhe me vazhdu punën. Shiko, unë faktikisht kur klienti paraqitet, unë nuk e shoh thjesht si klient. Unë shikoj si thosh një mënyrë, një hapësirë për të investuar edhe unë. Klienti mendon që do investoj ai, por në fakt edhe unë do të investoj. Do të investoj për të ardhmen. Okej? Dhe në këtë rast unë arrit që klientin, dhe kjo është logjika dhe filozofia, që ne të investojmë te klienti, dhe klienti të ketë atë kënaqësinë dhe në nesër ai do të feedback por na ofruar miqtë dhe shokët që ka, rrethin që ka. Dhe kjo lloj pjese është një pjesë shumë e saktë dhe është një pjesë që klientët kemi 90% të gjitha porosive në kjo lloj filozofie. Që një klient i kënaqur automatikisht është një udhëtitës për më tej. A ka klienti gjithmonë drejt? Unë mendoj që ka të drejtë. Do të pse? Sepse, po marrim një shembull, nëse ne kemi 100 klientë, 90, janë drejt. 10 klientë pretendojnë problemin e caktuar. Unë kam zgjuar kështu, jap thjesht të drejtë. Kuptimin që edhe i quaj fira, sepse imazhi në këtë rast, edhe pretendimi edhe përplasja, mu nuk më bën punë, dhe si thosh në shikoj si pjesë të firës. Edhe në këtë rast, edhe nëse klienti ka gabuar në zgjedhje, unë reinvestoj edhe një herë, ja bëj dhe unë duhet të jetë se zban, me që lloj kurti klienti i kënaqur. Po si ka mundësi ti gatshëm edhe me humb financiarisht që mos me humb një klient? Ti po thua humbi në që investim. Okej. Kupton? Investoj. Që thjesht investim. Ai për çfarë lloj arsye, në arsye ai ka gabuar në zgjedhje, që unë ja faktoj që ka gabuar në zgjedhje, dhe këtë pjesë edhe investoj të azil, nuk është më farë, sepse kompania ka mundësinë për të akumuluar një klient apo 2 apo 10, me pa një 10% të tyre pretendim të vogël, kompania mbulon. Sa Edhe dalim këtë ideja që ka drejt. Sa vështirë ose e lehtë është më marrë vesh me një klient mesatar shqiptar? Me klient shqiptar, mesatar është relativisht e vështirë, ku është shikoj vështirësinë. Kam klient që paraqiten dhe unë, bëj bisedën e parë dhe delegoj me përgjegjësitë e caktuara. Dhe shikoj që ka mungesë ndonjëherë të komunikimi dhe ka ndonjëherë akumulim nga ana klientit. Dhe moment edhe në këtë rast unë detyrohem edhe një herë me marr situatën në dorë, për të bërë një shpjegimin nga e të zhjet situatave, edhe klienti ka edhe tendencën që do të flasë gjithmonë me të parin. Edhe i njohin të gjithë tjerë mbrapa. Edhe këtë pjesë e shoh shumë këtë klienti shqiptar, që thosh nuk e ka shumë besim te çfarë do të grupe të tjera, do të flasë gjithmonë me të parin. Dhe nga një anë është diçka e lodhshme, që ta marrë gjithkohës dhe klienti shqiptar nuk kupton që ti nuk je në dispozicion të përgjigjesh orar pa orar, dhe klienti shqiptar nuk ka orare. Mund të të marrë edhe 11 natës. A e hap telefonin 11? Realisht dita një kam hapur, por është bërë pak e lodhshme. Është bërë pak e lodhshme, se që edhe në rrugë me shtetin kam marrë shumë masa në lidhje me telefonin, në lidhje për të shërby klientit. Se që një ditë i kalova telefonin policit, thash foli se s'po do të më. A ka pushim për një sipërmarrës? Kam kuptuar që s'ka pushim. Edhe kur dikush thot ai po rrin rahat, realisht ai s'është rahat. Një sipërmarrës është 24/7 punë.
Edhe është Israela shtatë punë dhe thotë dhe për më tepër njëzë qa fati që ka. Ndërkohë është në punë. Sa fat ka një supermars në të vërtetë? Çfarë është pjesa se ne shohim 1%, shohim një zyrë të bukur, i makinë bukur, i shtëpi të bukur, po ç'a ka lënë tamam një supermars për me shku deri në atë pikën? Unë besoj që fati është gjithmonë në guzimtarët. Njerëzit mendojnë që fati, unë mendoj që fati është në guzimtarët. Dalim te pjesa e ligjit të rregjës. Një supermars ka guximin, ka vazhdimsinë, ka konsistencën konstante, hap pas hapi, që nuk tërhiqet, edhe pas në fund fare, kjo dikush e përkthen fat, unë mendoj që është një punë konstante. Sa vite punë që janë dashmore deri këtë sot? Mosha ime që ka filluar të punoj vetë është nga mosha 10 vjeç. 10 vjeç? Po. Çfarë punë që ke bën në fillim? Puk të punë, kam bërë puk të punë, kam punuar edhe kamajerën, kam punuar në dimës, në restorant, si thush, një lloj politike që po të bëj që eksperiment me veten, që unë mund t'ja dalë. Kam pas gjithmonë shpirtin e luftarak që t'ja dalë vetë. E kupton, dhe nga mosha 10 vjeç këtej nuk kam dalë kjo pjesa. Si thush, nuk kem bërë barë për familje. Edhe ku ti thëmë kam një 23 vite experience, po më lidhe me punën me këte, më pëshirën kështu. Edhe kam klient që paraqiten dhe mendojnë që drejtuesi i kompanisë do të jetë se s'bën i thinjur, është të bardha. Po vitet janë aty, puna është aty, veprat janë aty, po është dhe kjo thjesht koncepti që si përmar duhet ta ketë se s'bën një vjetën mosh, një gjëneri. Që janë gjanë atë reja që ke sjati të kompania, kur fillove me marrë drejtimin, ose me dalë pak, se më thamë, me marrë përsipër disa gjana më shumë se sa thjesht punë fizike, se më thamë. Filozofia që unë kam kuptuar të kjo punë është jo shitja drejt për drejt, por ndërtimi një ideje. Sepse kur ndërtohet një ide nuk ka konkurrencë. Shitja ka konkurrencë. Se vetë fjallë shitje ide që ka shumë dyqane që produktin kanë fizikisht. Dhe ti hidhesh në treg një ide ndryshe. Ti thu unë do të ndërtoj një ide çfarë të pëlqej klientit ose si e mendon ti. Dhe paraqet. Për shembull, kam vënë një trend të klientëve që vjen në dyqan dhe thotë du ngjyrën e njërit, këmbën e tjetrit, qepin e tjetrit, me pak fjalë. Mund të kesh 10 kënda në dyqan, dhe ti do të bësh një projekt shkrim të 10-ve në një tjetër. Dhe kështu ti je unik. Ti thot klient hajde të ndërtojmë bashkë, hajde të vizatojmë bashkë. Dhe në këtë rast ti je konkurrues dhe ti jep mundësi klient për të shkëlqyer çik talent. Se ke klientë që kanë shumë ide të bukura. Kanë dhe talent ide. Por këta klientë kanë më shtushmëri. Askush nuk e kupton këtë pjesën artistike. Edhe një marrë aty i thamë, okay, urdhë letër, urdhë Storelaps, viza të dhe shprej qa keti, qa do ti. Dhe ajo që unë bëjsh zakonisht të vite fund është kjo, i thëmë, hyrë në Google edhe me dërgo një guzhin që ty të pëlqen, një gjë apo i tjetër. Dhe qa bëj, unë e marrë këtë foto, unë thjesht lexoj çfarë shish ka klienti. Sepse në fjalë klienti ishte pamundur të ma shprehë me fjalë. Dhe qa bëj? Dhe duke qenë se ky me një foto, unë arrit të kuptoj botën e klientit. Sepse në fjalë është po mund të lidhë dy fjalë bashkë lidhje me këtë gjë. Okej? Dhe nga foto nuk kam këtë metodë që arrit ta lexoj botën e klientit dhe këtë botë klientit që të shihë klienti që ky ka, arrit të materializojmë në projektin që ne do të ndërtojmë. Dhe me që ndërtojmë projektin, klienti është përcisht i kënaqur dhe konfirmon projektin dhe vazhdon punën. Super, kuptova. Më the pak më përpara që shumica supermarsëve fillestarë, si mesatar, po ti vendosësh $1 milion në tavolinë, nuk janë gati. Si e dalloshe se janë gati? Atëherë, një njeri kushti pa për ta dalluar që s'është gati për $1 milion është nëse ti shkëlqen syt. Nëse ti ku shkëlqen syt, të mendoj që ai s'është gati. Dikush që është gati për $1 milion është një person që thjesht i shikon si një kapitull caktuar dhe bën e vazhdon të kuishte biseda.
Si thosh, nuk e tërheq. Se zakonisht njerëzit që tërhiqen nga kështu i bi që njerëz që komplimentohen. Blien dhe shiten. Një që mbledh dhe shitet nuk ka emocion. Ku të legë. Ka ide. Me qenat e Lego. Çfarë është Lego për ty? Lego mendoj që është një mënyrë për të plotësuar disa nevoja bazë, jo se është jetik, po është një element për pas një kualitet tjetër kaq. Disa e shikojnë si lumturi, disa e shikojnë si gjë më të shejtë që mund të ndodhje, unë thjesht shkoj si një element. Sepse unë me idenë që njëri duhet investojë jo se jashtëmi, ose brendshmi. Sepse pasurja më e madhe njeriut është brenda, ke dituria. Sepse nëse ti ke arritur, ke punuar gjithë jetën se jashtëm, ke ndërtuar një pallat, ku diun, kjo është një pasuri që lehtësisht me tek lëvizje mund të mbas. Por ajo që ti ke ndërtuar se brendshmi nuk mund të mbas kurrë. Por ajo që ti ke ndërtuar, ti ke mundësi me eduku dhe brezin mbrapa. Sepse ti, si tu është një mentor i vogël në nivelin tënd. Dhe besoj kjo është mënyra më e mirë që njëri duhet ta bëjë. Ti një mentor ke niveli vet. Shumë jo të mëson kalamajt hajtë si bën para. Po ti edukoj me vlera, sepse vlera përkthen para. Ti ke ndërtu biznesin deri sot. Po biznesi sa ka ndërtu ty me qenat e pjesë e ndërtimit mbrëmshëm? Unë besoj që, si thosh, jemi një luftë paralele, biznesi dhe unë. Si thosh, nësun ndërtoj pak më shumë biznesin dhe lejt më pak vetën, biznesi ka tendencë të ndalojë të kusht. Dhe biznesi, niveli im do të jetë se zban 1% më lartë se niveli i biznesit, në mënyrë që ta tërheq. Dhe s'ka mënyrë tjetër për ta tërhequr. Që thot një drejtues do të jetë se zban i obdetuar dhe gjithë kohës të kërkoj tek vetja dhe të investoj tek vetja. Në mënyrë që presioni i biznesit sa vjen rritet, duke rritur presioni, duke rritur drejtuesi. Nuk mund të rritet vetëm biznesi, edhe drejtuesi të rritet më. Sepse në këtë rast kemi një ekuacion nul, nuk del llogaria. Ose pastaj përballemi me disfata siç kemi në raste pilot. Falimentoj X kompani, 20 vjet, 30 vjet më radhë. Këto falimentojnë mungesë vizioni nga ana drejtuesit. Ose e thon shkoqër mungesë investimi nga ana drejtuesit. Një drejtues do të jetë gjithmonë në zhvillim, në udhëtim. Kuptova. Okej. A mendon se është biznesi për këto? Se në ke thënë disa raste që dikush mund keti vrull ose mund keti kapital, po nuk është se s'bën kapitali. Unë mendoj që biznesi nuk është për këto. Pse? Unë mendoj që disa njerëz vinë drejtues, disa bëhen, po disa janë ndjekës. Nuk mund të jetë kur drejtuesi. Dhe ndoshta s'ka gjatë keqe, ndjekës, po të paktën e kupton. Jam ndjekës. Po ka diçka. Po nëse nuk janë ndjekësit, i bi që nuk ka drejtues, kështu që do të jenë se s'bën ndjekësit. Okej? Se tush janë me kasta kjo pjesë. Dikush ka këtë karakter. Ky karakter është shumë i mirë. Ka komunikim, ka elokuencë, ka vizion. Disa vjen që do të jenë se s'bën drejtues. Jo, drejtuesi ka ca parime, ka ca vërtyte bazë. Që nëse ti nuk ke këto vërtyte, nuk e bën dot. Ose ti mund ta bësh, mund t'i futësh. Problemi është do kesh një dështim të suksesshëm. Dhe në këtë rast, dikush mund të jetë një ndjekës shumë i mirë. Sepse nëse dikush çan përpara, ai është mund të jetë shumë i mirë me mbulu prapa vin. Asi thjesht unë mendoj që është koncepti real ushtrie. Ka general, ka del, oficer, me radhë. Kujgjët, dikush që t'jesh një general në një biznes, t'jesh sa parime bazë. Nëse nuk i ke, nuk mund t'jesh aty. Edhe nuk mund t'jesh aty rastësisht. Disa mendojnë që arriti rastësisht dikush që t'ja dalë një biznes. Unë mendoj që është një punë që nuk duket, një punë me shumë net zgjuar, një punë me shumë, me 10 ose 100 herë
në depresion, të rëni të vetëm e të dalit të vetëm. Sepse një biznesmen zakonisht s'ka dikë që ta marrë përdore. Se biznesmeni nuk ka dikë që ta kritikoje. Biznesmeni është puna luftëtarit që është i vetëm. Ose marrin e luajnë në pyll, luajnë jetën vetëm. Kështu që në këtë rast është një rrugtim i dhimbshëm, por një rrugtim që në fund të jep një lavdi, të jep si thua një background. A ja vlen ton kjo vështirësi për këtë lavdin, thojse, ose për këtë fituaret? Unë mendoj që ja vlen, ose them ndryshe, një natyrë luftëtar, unë besoj që kjo është mënyra e tij që jeton. Nuk mund të jetojë ndryshe. E nëse ai do të jetojë ndryshe, i bi që është i vdekur me zgjallje. Dikush që është lider si karakter, nuk mund të rrihet pa bosë. Një lider gjithmonë do të ketë sipërmarrje. Në të kundërt ai nuk jeton dot. Si thua, sipërmarrja është oksigjen. Edhe njerëzit e kuptojnë shumë qartë të pjesë. Ose një lider kuptoj që i vogël. Edhe këtë pjesë kam arritur ta kuptoj që ke mundësinë që të shikosh dhe një fëmijë 5 vjeç, mund të shikosh a do botë, s'do botë. Është shumë e thjeshtë për të kuptuar, mjafton të jesh pak e vëmendshëm. Ose mund të shikosh një qerr, një kopsht. Aty dallohet lideri. Disa njerëz mendojnë që lideri do të ketë te apo atë. Jo. Po marr një video eksperimentale që ishte një moment një rrugë, një pyll, kishte një pemë mes rrugës. Dalin gjithë makinë duke parë pemën. Askush s'pa atë pemën. Me lëvë rrugën. Çohet njëri, një djalë, del nga makina, nga mbrapa, një djalë 7-8 vjeç, mos më vogël. Edhe vendos dorën këtë rrugë. Pra, ai nuk do largoi vetëm, por ky ishte lideri. Edhe të gjithë njerëzit pan këtë, dhe i kapi sedra, dhe pas gjithë njerëzit vërshuan dhe u hap rruga. Kështu që ky është lideri. Kështu që lideri nuk është dikush i fortë, por është ai që merr guximin, që merr hapin. Ky është lideri. Kemi plot njerëz lider në mesin tonë, po duhet thjesht pak vëmendje për t'i parë, edhe për t'i vlerësuar, edhe për të mësuar, pse jo. A mendon se i bëj suksesshëm sepse je në industrinë e duhur, apo mendon se këto tiparet e liderit sikur do ishe bëj suksesshëm në çdo industri ku do ishe fut? Faktikisht kam shpërndar një foto diku në 2008-2009 në Facebook. Një zyrë, një vend shefi, një zyrë, një dykarike, putin në tavolinë që kam dhe sot. Që thot, ishe shumë i vogël, për kam e ndërruar dhe e kisha bini që dhe e dalë, e dhe e më ty ku jam. Që thot, ajo që kam e ndërruar, është manifestuar. Dhe këtë pjesë e shikoj kështu. Ti nuk mund të arrish asgjë nëse ti nuk e ndërron. Nuk mund të arrish gjëra rastësisht. Kështu që ke njerëz që ëndrat i marrin ca muaj, ca vite më radhë. Mu këtë ëndra i kam ndëruar para shumë viteve. Dhe si thosh, nuk është si kam ndëruar rrugës ëndra, thjesht i kam marrë me radhë, edhe me hapa. Kështu që asgjë nuk kam arritur rastësisht dhe e kam ndëruar hap pas hap këtë gjë që kam arritur dhe kemi gojat punë për më parë. Më the pak më përpara që një biznesmen për me të para ose me pasje gjatësi në biznes duhet jetë i ftohtë. I ftohtë në ç'kuptim, as duhet me interesu për klientin, as duhet me interesu se shkon diçka keq, në ç'kuptim për një sipërmarrës fillestar që një gjë. Atëherë, një biznesmen të ketë nuk mund të jetë emocional biznes. Sepse të qenë emocional biznes i bi që ti nuk ke i drejtë. Nuk me vendime të duhura. Se po të kesh si me punëtorët, sa punëtor ka që ankon për njëri tjetër. I bi nëse ti emocional, i bi që ti me vendim. Për një punëtor, një punëtor tjetër i bi me vendim. Po ti jesh racional, ti jesh me drogësi, ti jesh i ftohtë në biznes. Biznesi njerëz emocional nuk ka qef. Biznesi do njerëz racional. Njerëz emocional mund të jenë shumë të mirë për të bërë një pikturë, për të frymëzuar, për të bërë një këngë, për të bërë biznes. Dhe për të shërbyer klientit. Se nuk mund t'i them klientit, unë diva mirë edhe ta bëra mirë. Këtë muaj në ngre keq, më bë keq. E kupton? Kështu që të jemi
konstant. Kuptova. A ki kanë gjithmonë kështu, anglisht i thënë composed, domethënë ke këtë qëndrim me një ftohtë i racional, a ke kanë kështu edhe në fillimet tuaja në biznes apo ndoshta me moshën ose me eksperiencën ka ndryshuar? Unë besoj që eksperienca ka bët vetën. Se si gjithë shka ka ato etapat e veta dhe jam mundur për të mësu nga tjerët. Unë jam natyrë që kam qef që të mësej nga tjetri, nga rrugtimi tjetrit. Edhe pse jo mund të ke mundësi me shmang një nga këto pengesa, disfata. Sepse të suksesshëm, unë besoj që të bën, edhe i suksesshëm marrin dështime. Po çfarë do? Mentaliteti i suksesshmit është ky që e merr dështimin, e merr goditjen, rrëzohet, e mbledh vetëm shumë shpejt dhe ecën për të kapur ritmin. Kurse je i suksesshëm, merr goditjen e parë, rrëzohet edhe qahet. Dhe ky proces i merr shumë kohë atij. Edhe pas kemi të bëjmë një biznes me shumë sukses me një biznes të vogël. Edhe në numra, pse? Ky vogël qahet. Në këtë rast biznesi është një fushë që nuk më qash, është një fushë që do të mbledh forca për të kapur ritmin, sepse blet goditja e dytë. Para më këto goditje të bën të fortë, edhe ky suksesmi. Suksesi bën goditjen. Por, ka ca njerëz që këto goditje i thyen. Ky që ndan dy kategori. Suksesën edhe biznesmenat në gjysmë thyrë apo dhe thyrë. Por konceptin e ka dhe ky thyri. Thjesht është emocionalisht. Është thjesht njëri emocional. Nuk e për ty thosh, nuk disa e shikojnë dështimin si dështim, po disa biznesmenë shikojnë si mësim. Ata kanë dy koncepte. O mësim, o fitore. Ky tjetri ka e shikon dështim o fitore. Këtu ndahen dy pjesë. Super. Pjesa e delegimit. Shumë supermarkete që kam intervistu thonë që në gjërat më të vështira që kam pas është me delegu. Sepse unë mendoj se di me bë punën time më mirë se të gjithë. Sa e vështirë ka kanë për ty delegimi edhe në momentin që ti ke filluar me bë, si ka ndryshuar biznesi jot? Unë besoj që delegimi në ndryshon më të mirë që kam arritur ta bëj dhe edhe unë isha pak skeptik këtë pjesë delegimit, por duhet të ky pjesë që ne të delegojmë dhe të besojmë të tjerët. Nuk të ecim përpara. A është edhe besimi ose delegimi një lloj riskut që marr sipërmarrësi? Është një lloj risku, por delegimi pa baza është një delegim dështuar. Edhe nëse ti e delegon një punë, do ta shpjegosh me detaje. Okej? Jo thjesht ta shpjegosh, po thjesht ti shkruash. Sepse delegimi thjesht me fjalë, me radhë, ka tendencë për të keq përdorur, ka tendencë për të dështuar. Delegimi me shkresa, me projekte, me dokumente konkret, besoj është një delegim i saktë, sepse si thosh e zeza mbi të bardhë, nuk nga ai. Si ta ka ndryshuar biznesin kur ka filluar me funksionu delegimi? Unë besoj që kjo është ndër pikët e mi më të forta që kam arritur të fus shumë veta në një sipërmarrje, edhe duke deleguar dhe duke mbajtur përgjegjësi. Dhe unë i shpjegoj shpesh për njerëzve që, okay, dështove. Mua më intereson shumë çfarë qasje ka kundrejt dështimit. Okej, nëse një pron son dështon dhe vjen më thot gabova, aty më bëhet shumë qejf. Pse? Se tham, është një person që po mëson, dhe ky person ka tarme. Tarme nuk kanë njerëz që gabojnë edhe gjejnë mënyrën e proteksimit për të tjerëve. Këtë të vënë më. E kupton? Edhe unë jam munduar që t'ja përcjell të pjesë që gabova, okay, gabimi është njerëzor. Ti të paktën pranoje, se ke mundësi për të mësuar. Po më meni që ti gabon dhe nuk e pranon dhe mundosh të fajsosh gjithë grupin që mund të jenë gjendë aty afër teje, këta njerëz nuk ecin para. Është një karakteristikë që nuk do jeti dy suksesin këtë person. Okej, mund ta bëj herë të para, vizë të para në radhë, por duhet kjo pjesë ndryshojë. Dhe njëri sa më herë të ndryshoj këtë pjesën e gabimeve, aq më lart do ecë. Marrë një shembull një biznesmen. Ku një biznesmen për shembull
punësit e tij dështojnë. Në fund ditës biznesmeni mban përgjegjësi. Po në mund të shkojë biznesmeni po mban përgjegjësi për të tjerë. Që thotë ai asgjë s'ka bë vetë, praktikisht. Që thotë biznesmeni do të eci, s'prish punë, do mbaj përgjegjësi. Imagjino të kesh 10 punojës, kanë bë dy persona kanë bërë një gabim. Imagjino të kesh 10 punojës, të 10 thonë e kemi bërë ne. Kjo është wow. Por nuk ndodh kjo gjë. Sepse nuk kupton konceptin e gabimit në raport me mësimin. Te pjesa mobilerisë, për çfarë shpenzojnë më shumë emigrantat shqiptar? Emigrantët shqiptarë kryesisht shpenzojnë pjesën e dukjes. Zakonisht, nëse do flasim për vitet e fundit kemi pas goxha punë, investimesh. Thosh arredim me full arredim. Nëse do flasim për vitet nga pandemia tuti, ka pas më shumë kryesisht pjesa e sallonit. Pjesa e gjonës, Pjesa që duket, pjesa prej e imazhit. pa. Edhe kryesisht investimet janë diku nga muaj 9 dhjetor, që është bumi. E kupton, dhe gjithë janë aty. Ose në verë. Këto dy faza ndanë. Po si ka mundësi që se të shkalojmë ndoshta në çështje kulturore, po si ka mundësi që investojnë më shumë te salloni, që duket, te miqt, se po thënë ndoshta te llomaxhumit, për shembull, ose te kuzhina, që janë më funksionale, kanë më rëndësi për mua. Po, unë besoj që shqiptarët besojnë si popull nuk jemi të konfirmuar mjaftueshëm me pjesën e të qenit vetvetja dhe investojmë shumë në gjëra të jashtme dhe në gjëra të brendshme. Për shembull, perëndimorët e kanë shumë theksuar pjesën që nuk desë shumë dukja, kanë një makinë thjesht, vishe thjesht, ama kanë një shtëpi shumë të mirë, të organizuar mirë, të ngrohtë me radhë, bë pushime me plan, me një agent caktuar, kurse shqiptari nuk ka arritur këtë. Se thosh është pak kaotik në të pjesë. Thosh investo shumë në gjëra të jashtme dhe më pas po kemi shumë për të mësuar nga perëndimi në Europë. Këtë pjesë do ta mësojmë se s'bën. Okej, jemi popull emocional, pjesa e Ballkanit jemi natyra emocionale. Edhe kjo pjesa e qenit emocional shpeshherë ndihemi mirë duke bërë gjëra të jashtme, gjëra të dukshme, gjëra të prekshme. Nuk investojmë për më tej. Por kjo gjë bën ngadalë të mirë të ndryshohet. Super mesazh i bukur. Okej. Më ke thonë që në fillim ke punuar si marangos, normalisht te biznesi familjar. Si më thonë, si e ke menu edhe si është në të vërtetë me kanë drejtues tash. Po kur ke punuar si marangos, ndoshta ke menu kur ta drejtoj kompaninë e tjerë. Sa ka ndryshuar ideja jote në fakt me realitetin, si është tamam me kanë drejtues. Në fakt, unë besoj që drejtues mirë është ti të kesh hapat të marrëngaja të zhë vetë. Që do të kesh vazhduar nga fshesa të qenë ndihmës e gjithë etapat. Në mënyrë që ti kur do të korrigjosh, do të edukosh një punës, ti ta di shumë mirë fazën që ai ndodhet dhe çfarë po heqën. Sepse ti di ke qenë tjetër. Okej? Edhe në këtë rast, edhe punojësi të rast të qellë si shembull. Dhe e di shumë mirë që ti e ke bërë këtë punë. Ka disa që nuk e din fare që ti ke kaluar këtë proces, por disa që e din e kuptojnë që rruga e dur për të parë është i marrësh me rrallë shkallën. Nuk mund të ish suksesën u ndryshoi di dhe ja dole. Është e pamundur. Dikujt i me 20 vjet, dikujt me 10 vjet, dikujt i me 30, nuk vjen program asnjëri. Ideja është që luftën e kemi veten tonë. Çdo ditë, sepse njerëz nga herë kanë binë një çik depresion, demotivohen për çfarë, sepse rrin duke parë një tjetër. Jo. Luftën ti do ta kesh me veten tënde. Sepse ti ndryshe je edukuar, ndryshe je rritur. Një familje tjetër e shumë elemente të tjerë. Si mund ta krahasosh vetëm me dikë që është një familje tjetër, edukuar mirë. Si tjetër e shumë është element thelbësor për të bërë krahasimin. Kështu që njeriu në këtë rast unë mundom t'i edukoj që lufta është me veten. Nuk është maskën tjetër, ti çdo ditë e më tepër ti jesh më mirë. Nuk e ke me garë, se kjo pjesë duke parë një tjetër sill dhe dështim, sepse nga nxitimi,
Kemi plot emigranta që arrin duke parë një tjetrin, bler një makinë, bler tjetri, e të shtosh në ligare me të qenit të dukur i pasur. Një ligare. Ata që në pasur nuk bin fare më sy. E ke vënë? E vërtet. Ata e fshehin markat. Ata nuk duan të duken. Anasjellës pastaj. Kemi kategori tjetër që investojnë të duken. Të duken çfarë i pasur. Ja u duken. Po nëse ti ke një përplasje diçka dhe pasuria do të shpëtojë këtë rest, ti do të shtosh sepse ti ke investuar fasadë. Në vëllon? Që Po. Kam shumë çuna të ri që më shkruajnë si mundë me bua lek shpejt, si mundë me bua lek online, etj. Një sipërmarrësi të ri, ose dikuj që ka dëshirë me hap një sipërmarrje. Sa duhet me nda mendjen ai që nuk do fitoj herë, sa kohë, sa muaj, sa vite. Mesatarisht në biznes. Unë mendoj që kur dikush me diçka përsipër dhe nuk ja del, unë mendoj që ai thjesht nuk do të mjaftueshëm. Po ta mendosh hall me veten tënde. Ti thjesht nuk e do i mjaftueshëm. A ke vënë re për shemb ndonjëherë, çdo njeri kur mendon me veten tonë, të kujtosh gjëra që ti ke marrë përsipër me bë, që ke dhënë maksimumin. A ke vënë re që gjithmonë atë ke dhënë? Nuk ka shans që ti mos të dalësh diçka që ti vërtet je dhënë. Dhe gjithë ta çuna apo goçë që duhet marrë sipërmarrje. Dhe thënë e provova, e dështova. Problemi është nuk kemi të bëjmë njerëz që duhet t'i futen në kohë. Okej? Që unë që të më një sipërmarrje, që të hap një nga pikat e mia, më nuk kam pushtetur askush. Isha 25 vjeç, edhe bërë një sipërmarrje gjigande, edhe kisha punë të gjithë. Familje, miq, shoq, bashkëpunëtar. Nga të bërë kjo vendësmëri. Unë arrit të shikoj vizionin, pas kush tjetër. Dhe nga njëherë pengesë, po mos qenë suksesën nga njëherë është dhe vetë familja jote. Jo se do të keqen, por familja është rritur, po vjen nga një sistem që është e pasiguria, e ke parasysh edhe prindi nuk duhet ta këshillojnë fëmijën për mirë. Por në këtë rast, nëse fëmia ka një vizion caktuar, duhet t'i mshojë vizionin. E kupton? Sepse vizion vetëm ai që ka e shef. Si më të shpjegoj dikush një vizion me fjalë? Dikuj që s'është gati. Një vizion të shpjegojsh dikuj që është në nivelin tënd. Ndjen pak shumë hapa të tu. Dhe ai mund të kuptojë, mund të thojë ose jo. Por askush tjetër. Prindi nuk mund ta japë një ide për vizionin. Se prindi është shumë vite larg teje. Njerëz më të afër mund të jenë vllai motrë, por prapë dhe kjo nuk është element. Që të thotë një vizionar duhet të investojë dhe duhet zhytet ajo gjë. Edhe një mentalitetin që njeriu do të dështojë duke përpjekur, jo të dështojë duke menduar. Dhe për gjithë ato çuna dhe goca që e mendojnë ndryshe, unë jam një këshill që ato t'i futen dhe dështojnë duke përpjekur. Në shumicë prej tyre dështojnë duke menduar. Dhe mendja, si që thotë Blavatsky, mendja është vrasje me realitetin. Kështu që mos mendo shumë, mos e mendo asnjë, as 3 herë, mendo 2 herë. Thotë Lauçe. Jetëm përmend disa filozof ose shkrimtar. Sa të ndihmu se di që ke studiu edhe psikologji edhe filozofi për zhvillim personal. Sa të ndihmu filozofia po e marr për zhvillimin e biznesit, po edhe zhvillimin tënd si drejtues. Unë mendoj që të hecish në të gjitha fushat, besoj për njeriu është element thelbësor vetnjohja. Si mund ta njohë dikë tjetër nëse nuk njoh veten? E kupton? Kështu që në këtë rast jam munduar ta njoh veten. Dhe njerëzit që mendojnë kështu që unë e njoh veten, e di këtë andaj, thjesht një ide kështu koncept, thjesht janë shumë gabim, sepse vetnjohja është një ndër sfidat më të mëdha njeriu për ta njohur veten, sepse çfarë ndodh? Në momentin që ti e njeh veten, ti nuk e çon veten tënde me të metat të tua për të përballur me një situatë caktuar. Kur e njeh, gjithmonë dikush që njeh veten, e çon veten dhe e përball veten me virtyten, pikët e veta të forta dhe bëhet i suksesshëm. Kështu elementi bazë për të para është ti të njohësh pikët e tua të forta dhe të dobta. Kështu që disa që thotë unë e njoh veten, okay, e njoh veten shumë bukur. Dil tani na mbaj një fjalim para 5000 vetëve.
Dhe thotë unë kam frikë. Pse ke frikë? Që do thotë që ti nuk e një mjaftuar vetën. Okej, ktheu mrapsht. Ktheu studio, shpletën. Ka disa mënyra për të zhvilluar njeriu. 3 rrugë janë. Rruga e imitimit, e hetimit dhe rruga e dhimbjes. Tani rruga e imitimit është, unë shikoj Gjulin, çfarë bën Gjuli? Mundon t'i vjedh një element, një diçka, një sjellje. Kjo është rruga më e lehtë si rrugë. Rruga pak më e vështirë është hetimi. Rruga ta shpletoj, studioj, t'i futem vetëm situatës. Dhe më pas, shumica e njerëzimit aktualisht ndodhet te rruga dhimbjes. E marrin mësimin me dhimbje, me goditje, me dështim. Dhe mirë nuk është me dështim, por ta marr me imitim paktën. Okej, se dikush thotë unë nuk jam natyrë që studioj me radhë, okej, dakor. Shumë me gjithë një person që është shembull në ty shoqëri, në të rreth, në familje, e mund ta ndjekësh, mund të rish afër, edhe ti investosh të shoqëria nga niveli të sipër, se ti investosh në shoqëri nga niveli të poshtë. Se ti investon në shoqëri nga niveli të sipër, ti ke mundësi për të mësuar dhe për të kapur të njëri nga këta. Dhe kjo, në fund, kjo si koncept këtë bën suksesshëm. Flasim pak për tregun në general. Si e shef klimën e biznesit në Shqipëni aktualisht edhe në të ardhmen? A mendon se ka oportunitete për mu zgjeru apo ka sfida të mëdha? Unë besoj që këto vite është, si thush, është lidhur shumë bashkëpunim me Europën. Unë shkoj edhe vetë të biznesin që diku 6% tregut e kemi në eksport. Po, dhe nëse do ishte kjo mundësi, si thush, edhe shteti apo më vonte më fuqishëm, ne do ishim vend eksportues. Nëse thush, tu kemi të bëjmë pastaj me rritje ekonomie. Por nëse ne shesim njëri tjetrit, në të rast ekonomia është vendëm mbrapa. Okej? Kështu që kur ja them ca kolegëve të mi, i them, unë po investoj që të rritë ekonomia piktura madhe, duke eksportu, sepse duke eksportu ti ke mundësi të thirrësh cilës të ardhen nga Europa. Të rrisësh GDP. Në këtë rast shumica janë kjo pjesa. Janë kjo pjesë sepse ka mungesa logjistike. Këtë desha pësa, e kena kapacitetet ne, bizneset shqiptare për me eksportu, sepse njerëzit menojnë që, okej, futemi në Europë, okej, bukur, super, po ideja është, a ka biznesi kapacitetin me shërby, sepse Europa ka i divenisht shumë të madh. Aktualisht ka dhe çik burokraci, ka dhe burokraci me lidhje me shërbimin që mund të bëjmë në atyre. Ja dhe kjo pjesë e certifikimit, në ca burokracia, që shteti nuk e ndihmon biznesin shqiptar që të mund të heqë si hallka, si thosh, nuk i del krah. Dhe i duhet që gjithë gjërat biznesi i bëjë vetë. Si thosh, mos ketë një mbështetje ligjore me radhë. Edhe duke dërguar për shembull staf për një projekt caktuar, ka një burokraci shumë të madhe pjesën e dokumentacionit që këta janë pengesa. Edhe shteti nuk i zgjidh si thosh në raport me ata. Te pjesa profesioneve, a ka profesionista Shqipënia? Profesionista të mirë fillt, ose të zanatët? Unë kam kuptuar që shumë profesionista janë larguar edhe tani ja është dashur bizneseve t'i trajnoj. Sepse pjesë më të mirë është larguar dhe tani këto vite që ne kemi probleme me punonjësit me radhë, jemi duke i trajnuar dhe si thosh ta ndërtosh vetë të që ti don. Punës caktuara, mos të vi gati, sepse diku ka qenë gati. Mendoj që bizmeni shqiptar nuk ka drejtuar siç duhet punëtorë. Ashtu? Unë për shembull, edhe kam shembull vetëm tim. Nga pronar që kam pasur, kanë pas komunikim bazë në punësin, është lidhet për dëshiruar kjo. Më ka dhënë një koncept shumë bukur një drejtor italian, një kompani italiane këtu në Shqipëri, një filiali, Armando Bono që u edhe e pyesëm këtë, si ka mundësi që ti nuk keni përgjegjës
në rrëpart, si tush një shef, si tush një brigadier. Edhe më ka dhe një koncept shumë të çmur dhe shumë që bën të sens, që shiko këndo. Nëse unë tha, vendos një brigadier këtyne, i bie që punoj është si në një kavet të punë. Nëse ti vendos një brigadier, një shef mbi kohë, i bie ti bot herë 2. Dhe ky investon që punëtori t'ishte kontakt direkt. Po, mirë direkt, po e investoj që punëtori t'ishte vetvetja, t'ishte i lumtur. Jo një punëtor i kontrolluar me 100 kamera. Dhe ngaherë punëtori ka nevojë të lidhet ty, t'jepi ti prek, pastaj të shikosh mas një vite, mas 2 dysh. Po jo me presion. E kuptoj. Dhe uroj të ke ndryshuar këtë pjesë. Do të parë, po kam qenë pjesë e një kompani caktuar, kjo pjesë lidhet për dëshuar presion, nuk punon presion. Askur s'punon presion. Ka rendimet minimal. Një ri sot që ka një shkollim, ka një skill, ka marrë një trajnim diçka jashtë shtetit, a do i sugjeroje më u kthy në Shqipëni apo jo? Për me ndërtu karrierën e vet, ose një biznes, ose jetën. Unë mendoj, në raport me Europën, Shqipëria është vendi ideal, aktualisht ka hapësira pafund. Ka hapësira pafund dhe ftoj gjithë të rinjt që të thajnë dhe të marrë çfarë do si pra marrë dhe është sigur që do jenë sukses. Sepse ka shumë hapësirë bosh. Shumë po një lloj marketingo burra Europë, po aktualisht ata që janë ka shumë hapësira. Dhe sidomos për dikoj që ka një ide, një vizion, sa do i vogël qoftë, është vend i duhur. Sepse në Europë ke konkurrencë. Edhe në Europë ti sa do i vjetër, sa do i zgjuar ti jesh, ti do jesh prap i huaj. Që do që më mirë ti në të kthesh nga ndet e ti në Shqipëri, unë kam parë shumë shqiptarë që po e lënë kryesisht dhe Anglinë, por në Shqipëri për të investuar. Po ka shumë kthime. Nuk i bën media është bën pjesën që iken. Unë po them që po kthehen dhe besoj dal nga dalë dhe marrim identitetin që kemi pasur. Sepse arkeologjia, botrinti, e shumë element arkeologjik që ne kemi, që fakt historik që ne kemi qenë dikur. Jemi zona fylla Europës, po përsi se Europa nuk do ta pranojë, por urojmë se të rikthehet ajo gjë që kemi pasur. Këto, super. Kjo është pyetja ime e preferuar e podcastit. Gent, je përballë pasqyrës. Sot, si që je, edhe shikon veten tane para 15 vitesh. Kur ke kanë ato fillimet e tuja, se më kanë të biznesi, familjare e tjerë, edhe ai po të shikon ty. Qa menon se do thoshte ai, duke të po aty sot ku ke arritë edhe ku e ke sjell biznesin? Unë mendoj që ai thjesht do më thojë që do më komplimentoj që i ke po të njëjtat ëndra. Nuk ke riendëruar ëndra të reja. Si njerëzit e shoh që kur ke shumë ëndra dhe ëndrët në rrugës, problemi është bëhet ëndrë e vogël, ëndrë që sa më e vjetër ëndra, një që kur ta materializosh, thosh vllaja dola, edhe thosh moj kaq vite. Nuk mund ndërrosh çdo vit me gjë kështu. E kupton? Kështu që këtë do i thoja. Edhe gjithmonë nuk kam parë kur vetëm pasqyrë siç jam, e kam parë shumë herë gjithmonë për më shumë. Edhe ngaherë kur shikoj veten e calit që kam bërë në moshë caktuar, thash në veten, sa pas kam buzuar me veten. Por këtë gjë kam bërë nga që është shpirti i njeriu, është ajo përkushtimi, ajo që thon vetes unë dea dal. Por kur e shikoj sot, po ti ke qenë 15 vjeç, pasi që një vogël, dhe më duk të gjë. Kur shikoj ca 15 vjeçar sotëm, që nuk kanë fare të përfshirë në asnjë gjëje, thëmë për sa pas kam abuzuar me vend, sa kisha dalë një qik, por kjo gjë të bën të pjekur, të bën më kam tokë, edhe rrugës të bën suksesu. Këtë desha me pyet, a ka funksionu më mirë me kënd kritik apo tolerant ndaj vetes? Kritik. Kritik? Po, unë aktualisht edhe sot vuaj për kritik. E mirë pres kritikën. Sepse nga kritika është vetëm një që të ecësh para. Komplimentit ke vetë numër.
Kam klient që më kritikon për një diçka caktuar dhe i thonë nuk ku je? Ku je se? Nuk. E kupton, sepse kritikat rritë sot. E kupton? Dhe po të në shkollë, një kushë njerëz kritikojnë. Janë vërtet, janë po ata që tu mirë. Një klient, një shok, një mik kritikon. Por sot kemi shumë pak kritik. S'ka kritik sot. Po të tjerë ta i kritikon ti, se me qef mirë pret kritikën, edhe din sa gja mirë, po tjerë vaja e jep kritikën, apo nuk e din se si e marrin ndoshta. Kritikën mundohet të mos japë në publik. Okej. Në publik mund t'japësh lavdërim. Sepse ke njerëz caktuar që nuk e përballojnë dot. Ke përshëndetje që ashtu merresh, do në publik dhe do të që t'i dhemi që. Por mirë është ta lavdërosh në publik dhe ta kritikosh në fushatësi. Edhe si që bëhet kritika e njëjtë nuk i bëhet tjetrit. Edhe janë këto xhelozit midis niveleve të caktuar që hanë nerveti, por e rëndësishme njëri ta gjejë një gjë që ta frymëzojë, edhe konkurrencën qof, po mirë nuk është më qenë konkurrencë, mirë është më qenë të rritesh ti si njeri. Edhe piktura madhe, një njeri që ka qef vetë para, po të rritur është gjithmonë harmonik. Një njeri që shikon konkurrencë, që ka konkurrencë, ai qit në natyrë antike kështu, se tush nuk e ka frymëzimin e brendshëm, e ka të jashtëm. Dhe ky frymëzim është frymëzim si baruti. Shumë shpejt. Dhe në këtë rast mundon t'i edukoj, mundon të zili për ty që shkë dhe vetëm. Të gjithë nga punojës në shkë dhe vetëm. Mos ta mbys, mundon ta mbështes, mundon t'i transmetoj që shkon një ekip, një familje. Se për ta më dëshorë, ai po jeton 8 orë aty. Dhe ai nuk jeton 8 orë familje në mënyrë konstante. Që të thotë, unë mundon t'ju shpjegoj dhe ky koncept i bazë, që ne jemi një grup, jemi një varg. Okej, unë vërtet jam i pari, se ka se situata ka marrë përsipër. Pa ma, unë pa ju ku jam. Askot. Ky gjë. Jemi një varg, jemi dorë për dorë, e të halit të cim para. Nga herë dikush thotë, fjalën kundone kam shumë bezdime për dorë. Ja kupton, një ndër në bajmë me një klient, më pyet për një djalë që isha për shkon në takim, po ky kush është? I thosh, ky është bashkëpunëtor, kolegu. Edhe ai më uli, te ai më dha projektin, dhe masi mbaroi projektin, më fton në kap, të ftoj. Edhe më thonë që unë ta rëmën atë projekt vetëm për një fjalë që ti ke për të. Që unë e di shumë mirë pozicionin tënd, dhe di shumë mirë pozicionin atit. Unë ta dhash projektin vetëm se ti the koleg. Çfarë bëre ti? Ngreva teta, ule veta të më përpara. Ky është koncepti që shikojnë, që jemi këtë një ekip. Okej? Klienti është mbreti. Ka klient që i thëmë për nëse të një shiro. Unë jap atë lekë që ti paguash. Unë do që ta ftilloj nga punonjësin. Dhe ky është koncepti vërtet. Mbreti klienti. Si thosh, ai është me hierarkisë, edhe me radhë. Ky është. Po kuptuam hierarkinë, kemi kuptuar gjitha. Por në këtë rastin tim, edhe lidhim botën e biznesit, më ka ndihmuar shumë filozofia, që të kuptoj veten, të kuptoj edhe të tjerët, sepse është pamundur që ti qash thjesht me disa ide teorike bazike. Komunikimi klienti nuk është një formulë ca fjalë bazë, ke karaktere të ndryshme, njerëz të ndryshëm, dhe ti duhet t'i ndash. Siç mund të flitet me njërin, mund të flitet me tjetrin. Kam klient që më ka kthyer mbasi i kam shërbyer, më ka thënë, shiko, unë qëmë që kam takuar ti me ke transmetuar qetësi. Që të thotë, që ti ke transmetuar qetësi klientit dhe klienti ty ta ka shpërbyer me besim. Sepse ti sa po njeh klientin, që të është për besimin. Nuk është të qenë dikush më i shtrenjtë apo më i lirë. Gjithçka është ke besimi dhe ura të lidhëse të qëndërton. Edhe unë klientin fillimisht e shikoj si klient, por më pas më kam qef më ndas si bashkëpunëtor, kam qef që më pas. Dhe kam shumë klienta, e shumë miq që kam klienta. Nga klientët më këtu në mikë edhe
edhe një bashkëpunëtor, dhe kjo është baza që kam. Nuk kemi investuar shumë në pjesën e marketingut, duke qenë se kemi ndërtuar këtë lloj filozofie, por edhe marketingu, si thosh, është karta sarmes. Kështu shikoj marketingun në botën e biznesit. Që çdo biznes të investojë sa tjetër. Te pjesa si përmarrëse në Shqipëri. Besoj që përveç se klienta, si më tha, njerëz të thjesht familjar, ke edhe si përmarrës, bizneset ndryshme. Edhe të qëllën, si më thanë, me ullë, me diskutu e tjerë. A ka biznesmen ose si përmarrës të zot në Shqipëri, po të zot në kuptimin e plot fjalës. Vizionar që kanë ndërtu diçka tamam të mirë fill. Unë besoj që ne si popull, si racë, jemi në rast të zgjuar. Kemi që ngjashmëri me izraelitët, që du shimi shumë buzën e vetës, edhe unë besoj që Shqipëri ka kogja si përmas të zgjuar dhe taftë. Pse? Sepse ne, mbas regjimit komunist, si thosh, ne ishim gjithë në nivel. Asnjëri nga këta nuk vjen nga një familje që ka të shkuar një kapital caktuar. Si thoshim, gjithë që kemi nisur nga zero. Kështu që unë besoj që ka, dhe tani tuti do të parë, sepse brezi biznesmenëve ishte nga 90-a këtej. Tani është kjo gjenerata e dytë, që i bitin fëmijët e tyre. Tani du të parë, tani me kujdes, a do e mbajnë fëmijët nivelin që kanë babai apo jo. Për këtë kisha dashur një këshill. Për njerëz që kanë një biznes familjar edhe të që kanë një përgjegjësi tjetër. Se është një përgjegjësi e caktuar me një diçka vetë prej zeros. Po edhe me trashëgu biznesin e familjes është një përgjegjësi shumë e madhe edhe kjo. Çfarë këshille do jepje dikujt që është në këtë situatë? Unë do jep një këshill që do të jep shembull vetën tim. Babai ka pas e ka nisur, sidomos në Tiranë këtë gjë, na ka mbajtur aty mbas shkollës, hapësinë e lirë në radhë, edhe duke na mbajtur fizikisht, thjesht prezant. Se duhet që një kur i vogël nuk ekspert asgjë. Thjesht të fakti që ti je ty, je prezent se si babai punon, si bën puna. Thjesht duke qenë prezent, ti automatikisht ti edukohesh. S'nis mendoj që edukimi merr në shkollë, no. Po mbas shkollës çfarë bën? Kështu që mendoj që puna është edukimi më i mirë që mund t'i bëj fëmijës. Jo mos flavëru, po të fëmia të kuptoj çfarë që prindi për t'ia dalë. Shikoj, duhet marrë fëmia që i kuaj sakrificën e prindit. Qa heq prindi nga mesndar. Në mënyrë që ky fëmijë të nesër kur ta shikoj të gjë, ta vlerësoje. Për momentin që ti fëmijë, kjo sipërmarrje, këto 35 vite, 40 vite punë të babai që ka bërë i sipërmarrje X, me bot një sport edhe i jepet fëmijës urdhra, kjo gjë ka i tendencë besoj 90% për të dështuar. Sepse ai nuk është gati, nuk e di për çfarë flitet, thjesht e ka si koncept, si ide, po ai kur nuk ka pas konceptin të qenit me orë caktuar, një gjë të caktuar, nuk ka pas konceptin që të punosh e ta vlerësosh punën edhe lepun, ai gjithçka ka pas gati. Do dalë ndaj shpejt pastaj. Që kurat e vështira, kurat e mira sillin njerëz të dobët. Njerëz të dobët sillin kohë vështirë dhe kurat e vështira sillin njerëz të fortë. Kështu që këto kurat e mira realisht janë kurat të rrezikshme. Në çfarë kohë mendon se jeni sot? Unë besoj që jemi në kurat e mira. Kurat e mira në lidhje me këtë koncept. Sepse miqënia është, nuk po themi kurat e mira nga nishi 800, jemi 800, po themi këtë 40. Problemi është në raport me trashëgimin edhe të fëmijëve të tyre biznesmenëve, nga edhe unë kam të vetë frikën që atë dalë unë të edukojnë pasasin, siç o më ka edukuar ose i ka rastisur të edukohen në atë mënyrë, por në fund ditës nuk është për të ankuar. Ca njerëz presin prindi. Në fund ditës prindi për aq sa ditë. Aq ditë, aq bëra. Që tips. Si është e shpejta. Për të lindur i varfër, nuk ishte fajat. Por nëse ti vdes i pasur, kështu i varfër është fajat. Këtë nuk kemi në dorë, mos të vdesim ashtu siç erdhëm. Ose me një shprehje filozofike që ta lëmë këtë botë në një nga që gjithë.
të ishte më e dura. Që të bësh pjesën tande. Nuk ke nevojë të bësh shumë. Bëj pjesën tande dhe nëse ti i lumtur je në rregull, e ke kryer. Nëse ti ke çik siklet do thotë që si thua nuk edhe ti vetë e kupton që s'ke dhe më të mirë. E ke bërë një gabim. Kur ju ndash me biznesin, ndash me fëmijën, se kam edhe i trend negativ këtë pjesë. Shikoj ca fëmijë biznesmenësh që kanë tendencën edhe për degraduar. Si thosh, përkushtimi shumë të biznesi dhe të lënë pas familjen është një problematik që e hasin shumë biznesmen, sepse duke qenë se biznesi merr shumë kohë. Basta nuk e menaxhon në mënyrën e duhur, koha është po ajo, automatikisht bie që fëmia ngel pas dore. Dhe kjo gjë duhet pas kujdes që të zaurohet, se ti thosh stop. E që punës, po ku të merresh të. Ose si të thotë Lauçe, nëse do më investu, thotë, për 10 vite arshme, investo në biznes. Nëse do më investu për 100 vite arshme, investo te fëmia. Ky gjë është e thjeshtë formula. Ky gjë duhet të parë këtë pjesa. Sepse nëse ti nuk investon në pasardhësi, ajo që ti po bën thjesht të ishte një në të ardhmen thjesht një ish. Shumë bukur. Me që jemi akoma të familja, cilat janë disa mësimet kryesore që marrën mend edhe në aspektin njerëzor edhe në aspektin e biznesit nga babai? Nga babai që më ka transmetuar është të qenit i drejtë, drejtësia. Kam parë dhe kam qenë prezent klient që nuk e të treguar të drejtë, të tipit sa të s'ka pasur jo faktura, jo Veç mirëbesim. Kam parë klient që i ka mohuar një pagesë që unë ta kam bërë. Që është edhe unë si një fëmijë vogël shikoja si kam, ose kam parë klient që ka zgjedhur këtë ngjyrë e të nesmen ku ka shkuar në objekt, ka pretenduar nuk se çfarë është kjo dhe ai nuk ka për ty, por do të ka thënë të ndryshojmë, thosh. Po këtë janë dhe me pak për plastik kësaj gjës. Edhe ky duke qenë natyrë shumë i drejtë, edhe duke qenë shumë i drejtë, është një lloj impozimi nga kjo pjesë. Ai nuk ka humbur kurrë këtë pjesë. Do mendoj që duke që si ndolli njeriu mund të ketë tendencë për tu ndryshuar, por vërtetja e vërtet mbetet. Si është e shprehje, i drejtë i zhyt, por nuk mbetet. Edhe këto parime. Cili është vizioni juaj, po them 10 vjeçar ose 15 vjeçar për kompaninë Artgent? Atëherë, kompania Artgent unë dua që këtë vizion që unë kam nisur shumë vite para, këtë brand ta shndroj një brand ndërkombëtar. Pavarësisht se ne jemi në shërbim ndërkombëtarisht, jemi kompani shërbim në gjithë Evropën, por duhet ta shndroj një brand në nivelin, nuk e përcaktoj nivelin, që mbet për të parë, por dëshira dhe ëndra është kjo. Sa vite do na marrë, duhet të parë, planet janë, të qenë planet, edhe të shikojmë infrastrukturën dhe implementimin që gjithmonë her pas herë ka të papritur, që presim që të mund të kemi gjëra konkrete. Kuptova. A mundena me mbyll me një mesazh, kryesisht për trit shqiptar, çfarë të kenë diçka parasysh? Ose një këshill apo çfarë do? Unë mendoj që unë uroj dhe këshilloj që çdo kush të ndërrojë, sepse ti nuk mund të materializosh diçka nëse ti nuk ke ndërruar. Dhe ëndra është si po një connection. Në moment që ti ke një ëndër, je duke ecë një rrugë. Në moment që ti ke vite që ndërron atë ëndër, në moment që ti hap syt madh ose djathas, një mënyrë pa pritur, fap do të shfaqë mundësia. Ti mundësi do e njohësh sepse ti atë ëndër e ke. Po mos ta kish ëndër, ti nuk e njeh, ty të vjen mundësia ballë për ballë. Ti ke mundësia dhe ti ngjesh aty vendom. Që do thotë kjo, i bie që njeriu duhet të ndërrojë. Dhe unë jam fakt konkret që kjo është mënyra dhe kam të jetuar vetë, që njeriu duhet të ndërrojë. Duhet të ndërrojë dhe ti shumë vigjilent, sepse janë shumë mundësi matës djathës.
Thjesht ideja është du të kemi vetëdijën e dur për t'i njohur mundësitë. Ky është qelsi, njohja e mundësisë. Mundësia të vjen të kalon majtas djathtas, problemi është ta njohësh, ta mbash. Super. Gënd, shumë faleminderit, ishte kënaqësi me të ndëgju, me mësu prej tejet, edhe të uroj shumë suksese. Je shumë i nderuar, të falenderoj ty për mikpritjen dhe bisedën e kaq që bëm. Faleminderit.